Sot po bëj një pyetje për të gjitha ju gratë kudo që jeni. Sa shumë kufij dini të vini tek njerëzit më të dashur, te nena, tek babai, te motra, te vllai, dhe këtu duhet të pyes ju gratë, sa shumë kufij mund të vini tek partnerët tuaj, tek burrat dhe bashkëshortët tuaj. Apo je edhe ti në atë që hyn në rolin e viktimës dhe prej tjetrit të ndryshojë? Apo je edhe ti nga që mban shumë nga brenda hyn në rolin e dhunësit dhe ke hyrë më parë dhe në rolin e shpëtimtarit, sepse ashtu të mësuan, sepse që fëmijë nuk mësove që ke të drejta, po ke vetëm detyrime, dhe që fëmijë nuk mësove që ti je fëmijë dhe duhet të rish në vendin tënd, por të thanë që ti ke detyrime, dhe u bëre prind i prindërve të tu, dhe nuk vure kufi, dhe të gjitha këto i bëre nga dashuria. Ndaj, duhet të them, mjaft deri këtu. Duhet të vëm kufin dhe të kthejmë të gjitha të energjinë e humbur tek vetja jonë. Të duam veten tonë. Sepse disa persona që kemi rreth e mbanë do të kujtojnë se ti je më e mirëqen, je aty për këdo, vetëm të japësh dhe jo të marrësh, sepse ti i bëre ato nga dashuria, sepse je femër dhe do të japësh dhe të mos mërzitesh asnjë. Kam qenë edhe unë një nga ju, dhe jo se nuk jam e mëndshur dhe e zgjuar, ashtu si edhe ti, por shumë herë lejmë shumë njerëz të na kalojnë përpara. Të mos ju vëmë kufi, se s'duam t'i plagosur, sepse kemi qenë neve ata që jemi plagosur. Kemi qenë ata fëmijët që deshëm të merrim dashuri nga prindrit tanë, por dhe ata nuk ishin çfarë na jepnin, sepse nuk morën. Ndaj, së shpejti një trajnim të fuqishëm po përgatit për të gjitha juve gratë, po edhe burrat, pse jo, mos je edhe ti në atë vend, se shumë herë ndrojmë rolet. Bëhemi gratë e baballarëve tanë në anën energjike, mos harrojmë, bëhemi prindër, nena të nenave tona dhe në të kundërt, dhe shumë herë dhe çunat. Ndaj, së shpejti do themi për datën një trajnim i fortë që të mësojmë si të vëmë kufin. Dhe në të njëjtën kohë, në datën 24 mars, mos harroni kush ka rezervuar vendin dhe keni kohë të rezervoni për të hyrë në trajnimin për partnerin ideal dhe si ai partner mund të bëhet partneri bashkëdhëtar. Partneri ideal është ai që të vjen përpara si pasqyrë, por të ndihmon të bësh programet e tua, bindjet, por në të njëjtën kohë mund të bëhet dhe bashkëdhëtar në qoftë se dhe ai punon me veten e tij, dhe atje janë gjithçka ato që duam, një marrëdhënie duke dhënë dhe të marrë. Dhe mos harro që ti mashkull je dielli dhe duhet të japësh, duhet të arrish të sjellësh te gruaja gjendjen ekonomike, shpirtërore. Kurse ti femër, kur merr dhe ke qetësinë tënde, jep nga zemra, jep ndjenja dhe emocione. Por deri tani kemi qenë në vende të gabuar. Gratë janë munduar të mbajnë shtëpitë, të sillin më tepër. Dhe akoma që tani ke marrë të gjitha ato certifikata, ti e bër diçka dhe vetëm punon dhe shkon dhe në shtëpi dhe të punosh, ke harruar që je femër. Dhe nuk jemi në balancë, jemi në disbalancë. Dhe gjithë kjo është gjithë këtë disbalanca që ndjejmë kudo, në Shqipëri, në Greqi, në çdo shtet dhe në tërë botën. Dhe çelësi është kur gjinia femërore dhe gjinia maskullore të pranojnë njëri tjetrin dhe të jetë sikur në vendin e tij. Dhe të gjitha këto mund të bëhen me metodën më të bukur të sistemit përfaqësik. Kërkoni te faqja e internetit tim, çdo të thotë përfaqësimi
më falni, sistemi përfaqësik si metodë dhe mund të bëhet nga afër me persona, bëjmë ndërmjet Zoomit dhe në të njëjtën kohë dhe në privat. Ju mirëpres të gjithëve, e di shumë mirë, nuk është e lehtë, jetojmë se mos këto ditë të fundit, është çdo gjë e vjetër me këtë anën e plotë që ka qenë dhe është përsëritur shumë herë, duhet të dali dhe të lirohet dhe të përfundohet. E di shumë mirë që ke vuajtur vuan dhe e pyet veten pse më ndodhin të gjitha këto, por e di shumë mirë që ke aq fuqi ti femër sa bie dhe ngrihesh. Ju dua shumë, ju falenderoj për ndjekjen që bëni, për komentet të ndryshme që bëni, dhe i falenderoj dhe të gjitha ata personat që flasin shumë herë dhe keq. S'ka gjë, sepse në ato fjalët e këqija shprehni atë idhërimin tuaj, inatin tuaj, urrejtjen tuaj, por nuk urrejni atë që flisni. Diku brenda jush urrejni veten tuaj. Ju përshëndes, të jeni mirë.